Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Ramazani është muaji i agjërimit dhe për agjërimin ka dy çaste teje të rëndësishme, është syfyri dhe iftari. Syfyri në fakt na mëson ndërgjegjen, disiplinën për adhurimin që do të kryejmë gjatë ditës. Ndërkohë, iftari na mëson një reflektim mbi durimin apo shpërblimin që merr agjëruesi gjatë ditës. Për të folur për këtë temë, kemi sot të ftuar me ne në podcastin Porta e Mëshirës, zotin Shpëtim Seranaj, imamin e nderuar, i cili njëkohësisht është edhe drejtor i marrëdhënieve me besimtarët pranë komunitetit musliman të Shqipërisë. Imam, mirë se erdhët dhe faleminderit që ndat kohën për ne. Mirë se u gjetëm dhe është kënaqësi që të jemi mesin tuaj dhe në këtë program kaq të bukur për Ramazanin. Atëherë nëse pyesin çdo besimtar do të na jepë një përkufizim për agjërimin në tërësi, për iftarin dhe syfyrin në veçanti pasi është eksperiencë personale. Si përkufizohet në teologjinë islame iftari, syfyri në raport me adhurimin e agjërimit? Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Syfyri dhe iftari janë dy sunete, po ta quajmë karshi, domethënë për besimtarin dhe për agjëruesin, janë synete të rëndësishme, nuk janë kusht për kurseve të agjërimit, por se e plotësojnë dhe japin një bukuri dhe e plotësojnë këtë panoramë të jashtëzakonshme për agjëruesin, sepse syfyri është ushqimi i mëngjesit, sepse ka nevojë njeriu shumë për ushqim, sepse do të agjërojë dhe e ka të nevojshme këtë fuqi, energji. Edhe është një sunet i pëlqyer në traditën islame. Edhe profeti alayhis salatu wasalam thotë, konsumoni syfyrin sepse ka bereqet në të, bereqet me kuptimin fuqi, energji dhe kënaqësi shpirtërore, duat pranuara, sepse është një nga kohët më të veçanta, më të vyeshme që duaja pranohet. Po ashtu dhe iftari, duke agjëruar gjatë ditës, duke u privuar nga ushqimi, nga pija, vjen momenti i iftarit, perëndimit diellit, është një akt adhurimi që mezi e pret besimtari, e pret sepse ka bërë një obligim fetar, jo se ai ndjen uri apo etje. Ajo është një pjesë biologjike e jetës njeriut, por mbi të gjitha dominon adhurimi si akt. Pra është si një raport që dikush që kryen një punë dhe në fund fare pret dhe një shpërblim për atë që ka kryer. Pra edhe besimtari, pra mezi e pret iftarin sepse është në një farë mënyrë takim me Zotin. Siç thotë profeti alayhis salatu wasalam që për agjëruesin ka dy gëzime, ditën kur e çel, pra iftarin dhe kur takohet me Zotin xhelel xhelalu, për të marrë këtë shpërblim të madh, për ta përjetuar me sytë e tij ditën e gjykimit. Pra, është shumë e veçantë kjo pasi një besimtar ka kaluar gjithë ditën e tij me adhurim, pra të tërë ditën, që nga agimi i hershëm deri në mbrëmje, dhe pastaj ka një moment të veçantë, aty është një moment lutje. Pra, për cilën profeti alayhi salatu selam thotë që momenti i iftarit, pra është moment. Saimi da'watun la turad, për agjëruesin ka një dua që s'kthehet pas. Pra kjo mund të jetë një thirrje për çdo agjërues, pra që ato 5 minuta, 10 minuta para iftarit mos i shfrytëzojmë me gjëra bosha, apo jo. Gjithmonë njerëzit mundohen të kapin atë iftarin, pjatën më të mirë, mundohen të fokusohen tek ushqimet, por harrojnë që është më kryesorja ana shpirtërore dhe duas dhe adhurimit. Duaja është një nga gjërat më të bukura për agjëruesin, sepse duke qenë atë gjendje pa bukë, pa ushqim, ka etje, edhe përkushtimi i tij është më i madh dhe duaja e tij është më prezente në zemër edhe pranohet tek Zoti më shpejt edhe më. Pra në fakt mund ta themi edhe në këtë formë, ndoshta që syfyri është mbyllje e natës dhe është një moment për cilën prap Allahu xhallahu xhanuhu thotë që është kohë pranim lutje. Iftari është një moment tjetër që prap është kohë pranim lutje. Është sikur të themi që besimtari gjithë ditën e agjërimit e kalon në një formë adhurimi që lutja e tij nuk refuzohet. Pra, kjo është një moment që duhet shfrytzuar më së miri, por unë do të doja të rriqa pak vëmendje në një çështje tjetër që është, le të themi, pak kritike. Sa të kujdesshëm duhet jemi ne me kohët e syfyrit të iftarit? Pra, sa të përmbajtur duhet jemi ne? A duhet kemi një rregull në to apo le të themi çdo kush të bëjë një interpretim sipas mendjes së tij? Për sa i përket orareve, ato janë përcaktuara edhe me argumente fetare, por edhe me institucioni i cili ka vendosur një orar përcaktuar në kalendarin e Ramazanit, por për tek kësaj do të ndalem pak tek disiplina e njeriu me veten e tij, me nefsin e tij, sepse në Ramazan shohim shpesh njerëz në syfyr dhe në iftar që i të mbushin tryezat e tyre, dhe nuk është kjo.
Ne duam Nuk është kjo simbolika, nuk është simbolika kjo. Profeti alayhis salatu wasalam, siç ka ardhur në hadith, kishte një jetë modeste, një iftar modest me urma të buta ose të thata, ose nëse s'kishte as urma të buta të thata, e çelte me ujë. Ose në syfyr të lehtë. Pra neve kemi një tendencë që të i mbushim tryezën. Kjo është e dëmshme sepse furnizon njeriu nga ana fizike dhe shpirtërore. Ne duam që gjatë Ramazanit të disiplinojmë veten, nefsin, dëshirat tona dhe ushqim sa më pak sepse është shëndet më shumë. Edhe vetë mirësia e agjerimit përveç adhurimit ka dhe dobi të tjera shëndetësore që nëse ne nuk abuzojmë në syfyr dhe në iftar, do të arrijmë qëllimin kryesor të nënshtrimit të egos, nefsit, dëshirave dhe disiplinin e karakterit dhe të kujdesit mall me ushqimin. Pra shëndeti. Pra nuk është synimi të mbushim, të ngopim syrin dhe stomakun, por të ngopim zemrën dhe mendjen. Pra të bëhemi njësh me adhurimin. Në fakt unë doja të rriqja pak vëmendjen në një çështje krejt tjetër. Nga eksperjenca juaj e gjatë si imam i njohur i Tiranës, ju keni një traditë shumë të bukur në ambientet e xhamisë tuaj. Pra traditën e shtrimit të iftareve, sidomos edhe të syfyreve. Unë këtu do doja të ndalosha në disa pika. Simbolika e iftarit që ju shtroni në xhami dhe a jeni të limituar vetëm me xhamatin e xhamisë, e para. Dhe e dyta, si arrini që t'i bëni bashkë besimtarët, pra t'i nxisni që besimtarët të kontribojnë dhe edhe ata që nuk kanë mundësi që t'jenë fizikisht aty, të kenë mundësinë pra që të kontribojnë me iftaret e tyre edhe të shtrojnë iftare, pasi profeti alayhis salatu wassalam thotë që ai që shtron një iftar ka shpërblimin e agjëruesit pa ju munguar asgjë. Pra, si është kjo eksperiencë juaj, domethënë? Tashti duke qenë se jemi imam prej 10 vjetësh tonë në Tiranë, në xhamin time ku ushtroj detyrën si imam, si hatib, dëshira e madhe për të rigjallëruar xhamatin, për të rigjallëruar dhe për të ribashkuar, sepse kjo jetë sot moderne, kjo jetë që i ka bërë njerëzit indiferent ndaj më shumë të ndarë se sa të bashkuar, është pikërisht simbolika e iftarit, edhe e syfyrit, që na ribashkon edhe një herë me njëri tjetrin në një tryezë. Më pa për dallim, aty përfshihen të gjithë kategoritë e njerëzve. Aty nuk ka vetëm patjetër që janë të varfrit, aty që kanë pamundur të ushqehen në shtëpi, ka shumë të rinj, ka dhe të pasur, ka dhe nga shoqëria e mesme. Pra për të kuptojnë të gjithë nivelet shoqërore që në ato tryeza që neve konsumojmë iftar, jemi gjithë barabartë me njëri tjetrin. Është një moment reflektimi që përpara Zotit janë të gjithë barabartë, pra dhe një tryezë e tillë iftari na bashkon dhe na unifikon. Pra siç duhet të jenë besimtarët në tërësi. Si thot Allahu në Kur'an, inna akramakum indallahi atqakum, më i miri tek Zoti është ai i cili është më i devotshëm, jo ai që është më i pasuri apo më i varfër. Pra tek Allahu xhalla xhelaluhu, kriteri i dallimit është devotshmëria dhe në Ramazan, në iftar, në syfyre, neve disiplinojmë veten, domethënë jemi më të butë, më solidar me njëri tjetrin. Ai pasur shikon të varfrin, pra nuk është agjërim vetëm për të pasurin apo të varfrin, po për të gjithë. Kush është rob Zotit, kush është krijesë e Zotit, ja ka bërë Allahu obligim agjërimin e Ramazanit të agjëroj. Edhe ky ribashkim i njerëzve në tryezat e iftarit na bën të kuptojmë neve që jemi të barabartë para Zotit, ndjejmë kënaqësi, afrimitet, vëllazëri. Dhe ne kemi parë shumë mirë ke xhamia jon për shembull që nxisim radh parë besimtarët që kush do të kontribuojë çdo ditë një iftar për kaq veta. Kemi shumë besimtarë dhe i falenderoj besimtarët që jetojnë brenda Shqipërisë edhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë në diasporë, që i përgjigjen thirrjeve të bamirësisë dhe nuk janë, edhe pse jetojnë larg xhamatit, ato janë me ne në duat tona. Pra, është edhe një le të themi një aludim tjetër ose le të themi një konkluzion tjetër që për veprën e mirë nuk ka kufi. Pra kudo që ti jesh, sot mundësitë janë të tilla që ti mund të bësh pjesë e veprave të mira, e sidomos duke shtruar iftar për besimtarët. Pra, ky është një moment, le të themi, kulminant, një moment kyç. Në fakt edhe një para se të ndalem, shiko, kam vëre në këto net iftari, domethënë gjallëria, atmosfera, harmonia, biseda gazmore, domethënë trajtojnë tema të ndryshme, kënaqen, edhe ndihet një vllazëri, ndihet një ngrohtësi, një are, çfarë them unë, e shikoj tek fytyrat e njerëzve që janë. Pasi e kanë çelur, kanë bisedat e tyre, kanë humorin e tyre, dhe është një
ribashkimi vërtet i shpirtrave dhe zemrave edhe fizikut të tyre besimtarë mes njëri tjetrit. Kjo është edhe për efekt të atmosferës që sjell Ramazani në vetvete. Patjetër. Po si mund ta ruajmë këtë shpirt, pra uniteti, pra cila mekanizëm duhet të jetë gjithmonë aktive, pra tek njeriu, tek besimtari, ndoshta tek imami, tek udhëheqësi në një komunitet, që ky shpirt të jetë gjithmonë aktiv, ky shpirt i bashkimit, pra i bashkimit forcave, i unitetit, i kësaj dashurisë apo harmonisë me njëri tjetrin. Pra çfarë duhet bëjmë? Diçka që të jetë e vazhdueshme, të mos jemi, e thënë ndryshe, të mos jemi besimtar sezonal. Pra vjen Ramazani, jemi besimtar që kapim majat, pastaj 11 muajt e tjerë jemi në gjumë letargjik dhe presim Ramazanin e radhës. Shiko, Ramazani është një shkollë besimi, është një shkollë edukimi, mësimi të fesë dhe ngulitet fuqishëm besimi në këto ditë, gjallërohet besimi, bëhet një më fetar, është i prirur më drejt Zotit, falet më shumë, agjeron më shumë dhe këto lejnë në fakt gjumë të mëdha në zemrën edhe shpirtin e njeriu. Automatikisht nëse forcohesh me besim, me moral, me karakter që përfiton gjatë Ramazanit, patjetër ky besim nuk duhet ndalet. Siç thot profeti alayhi salatu wasalam, që Zoti e ka qef ose e don një vepër të jetë e vazhdueshme edhe nëse është e pakte. Pra, s'po themi ta agjërojmë gjatë gjithë vitit, po të paktën një tënë, një tente, s'po themi të bëjmë shumë vepra të mëdha, po vepra më e bukur dikush është e vazhdueshme. Një namaz që e ka pas falur në Ramazan, sabahun, akshamin, nëse e nga ata që nuk fal 5 kohë, paktën kujtohet sabahun, kujtohet iftarin, kujtohet namazin e darkës. E kështu me radhë. Nëse je 5 vakt, vazhdoj ato, përmirësoj ato me dije, me mësim Kurani, që ta ndjesh dhe ta gjallërosh veten tënde gjatë gjithë kohës. Pra e thënë ndryshe kërkohet vazhdimsi në diçka. Vazhdimësia është shumë e rëndësishme. Këmbgulje dhe ajo e ruan shpirtin. Është gjuna, domethënë me kuptimin që të kalosh një muaj plot adhurime, edhe e di si e ndjen njerëzit veten e tyre në aspektin shoqëror, fetar, e ndjen jashtë maset lart veten. Shumë mirë, shumë komod, shumë me harmoni të madhe, e ndjen veten shumë të lumtur, të gëzuar. Edhe gjunaf këtë gëzim, këtë lumturi që fitove në Ramazan, ta humbasësh në mënyrën më të shpejtë mundshme. Shumë e drejtë. Hoxh, unë ju falenderoj jashtëmase. Në këtë mënyrë ne kemi arritur në fundin e kësaj puntate të podcastit Porta e Mëshirës. Ju falenderoj dhe e lut Allahun xhelle xhelaluhu që të pranoj agjërimet tuaja, të na bëjë nga ata besimtarë që vazhdimisht ndajnë sofrat e iftarit të syfyrit me besimtarët e tjerë. Hoxh, një mesazh për të gjithë dëgjuesit tanë në përmbyllje të këtij emisioni? Mesazhi im është që të jemi sa më besimtar, sa më afër Zotit, se po je afër Zotit, je larg sherrit, je larg të keqes, po je afër Zotit, do të ndjesh dëmshuri për veten tënde, për fëmijët tuaj, të edukosh me fe, me edukat, do të jesh solidar me të tjerët. Edhe këtë ne shikojmë Ramazan, po jeni të tillë, do ta shikoni ndryshimin tuaj në jetën tuaj familjare, shoqërore dhe sociale. Hoxh, faleminderit që ishit me ne, faleminderit që ndan kohën tuaj dhe mirë takofshim. Allahu është përbleft. Selam aleikum.